Jemi këtu në pikën e Levanit, jemi pranë kanalit Vaditës, ku si që shikojmë, kanali është plot me ujë dhe ndërkohë ne po shfrytëzojmë rastin për takuar dhe punojësit e drejtorisë ujrave të bordit të kullimit të Fierit, të qarkut Fierit, po takojmë sepse këta janë këtu të interesuar për që kanali Vaditës t'jetë plot dhe në shërbim të fermerëve në këto ditë kaq të nxehta të verës. Përshëndetje, si jeni? Mirë jeni? Si dukeni? Si jeni? Si jeni? Po, me sa di unë juve jeni 3 punonjës të bordit të kullimit dhe nuk e di, po mbas se jeni vetëm për këtë zonë, unë doja të dija qëllimi i këtij takimit tuaj këtu pranë kanalit Vjos Levan Fier dhe pikërisht në Levan. Ne si bord kullim dhe ujitje kemi detyrë të sigurojmë ujin shoqatave dhe menaxhimin e bëjnë shoqatat. Ne nuk marrim asnjë lek për ujin. Ky është një problem tjetër, si keni emrin? Bardhull Allijaj. Bardhull Allijaj, ky është një problem tjetër për cilin do të bisedojmë gjatë udhëtimit tonë që do të bëjmë për gjatë aksit të kanalit deri në Kafaraj dhe Frakull për të takuar me fermerë ku do të kenë shqetësimet tuaja, ndërkohë dhe ata shqetësimet e tyre. Për këtë periudhë të nxehtë të verës ku uji me sa duket është i pranishëm, po juve çfarë zone mbuloni? Unë mbuloj zonën nga Levani deri në Mujalli, tërë zonën e marr ujit nga Si keni emrin? Recep Gashi. Recep Gashi, po juve? Arshi Kuqi. Arshi Kuqi, punojësi vjetër i ujrave, po. Mbuloj zonën nga Vjosa deri në Levan. Pra ti pas ka një detyrë akoma më të vështirë, sepse pa e sjell ti ujin, pa e sjell arshiu ujin këtu në Levan, nuk mund të pretendojnë që të kenë ujë tër Myzeqeja. Ky është menaxhuesi kryesor. Është menaxhuesi kryesor, punojësi vjetër i ujrave. Po. Pra juve keni ardhur të verifikoni edhe një herë prurjen e ujit që vjen nga Vjosa. Po. Neve jemi unë me gjithë arshiun jemi punojës më të vjetër në normal. Dhe koordinoni punën, Edhe kemi të koordinuar punën, merreni niveli, ngritje niveli, ne duhet ta majmë ujë tamam siç e do tërë zona. Pra duke regjistruar ca pamje nga kjo